Po as si vetë ndyshim që i ka përdorur të gjitha hallkat, të gjitha format, të gjitha mënyrat për të fituar zgjedhjet. Por problemi nuk qëndron këtu. Gjithmonë janë përdorur hallkat, format, mënyrat. Pse në 2013 nuk u përdorën? U përdorën të gjitha. U morën me zorë mësuesit për me dalë në takime, mitingje etj, siç ndodhi edhe tani. Po. Që mësuesit e shkollave të 8 vjeçare apo edhe shkollave të mesme i kanë marrë me zorë në mitingjet e Ramës. Po nuk është tu problemi. Në Shqipëri ndryshimet politike vijnë nga fryma. Dhe këtu nuk ndryshoi se nuk ishte frymë ndryshimi. Asnjë nuk besonte që do heqim Ramën, do vi Berisha. I kthehesh gjërave të vjetra, është njësoj si në kohën e Enver Hoxhës që ju ktheshin sa herë që kishte probleme partia, i kthehet ende Shqipit. Qartë. Më thënë, kemi 35 vite dhe mos harro, 30% e elektoratit që ka votu, mos nofta edhe më tepër, nuk kanë lindur kur këto merreshin me politikë. Po, e vërtet. Dhe në të dy krahët, flas leadershipi se pjesa tjetër pastaj. Tani, se tre precedentët, për shembull Shkodra, Lezhë, Kuksi, që janë fituar në mazhorancë nga Partia Demokratike dhe koalicioni i saj, në fakt rrëzojnë edhe këtë alibin e Berishës që Rama i ka vjedhur. Pra, nëse ka frym, edhe mund të marrësh vota. E dëshmojnë këtë tre qarqet që unë përmenda? Që ka dominuar e djatha, apo jo domosdoshmërisht? Jo, nuk mendoj. Kanë humbur. PD-ja ka humbur në të tre qarqet. Në Shkodër ka humbur një deputet. Domethënë, nëse mund ta konsiderosh bilan, po ti hush analizës ashtu po. Dhe Partia Socialiste madje ka një rezultat pozitiv krahasuar me 2021 në Shkodër. Po e mora në total. Po Partia Demokratike e 2021-shit ka qenë që nga 2013 ka qenë në rast në zenit, ka qenë në kulmin e vet. Lurbasha që thonë to Luli. Luli ishte në krye të partisë. Dhe nëse do ta linin Lulin edhe këtë radhë, besoj që situata do kishte ndryshuar. Për më mirë? Po. Do kishte fituar se gjërat shkojnë në ngjitje. Nëse ti rikthehesh edhe një herë Sali Berishës, karakatinë politike, gjithkush më ka ish dorë nga ai, po flas je larg militantizma. Po tash ti me militant nuk fitohet pushteti. Po nuk arritet të marrësh vota nga kundërshtarët, po nuk arritet të marrësh votat e elektoratit gri, si do e fitosh? Se fiton kërkush. Po, ato e bëjnë diferencën. Do doja të ndaleshim pak më shumë tek Shkodra, se është diskutuar shumë gjatë këtyre orëve. Kush ka humbur dhe kush ka fituar realisht? Për te rezultatit në shifra në pamje të parë. Ka humbur Partia Demokratike, mendoj unë. Është rezultati më i keq i Partisë Demokratike që nga themelimi i saj në Shkodër. Po, dhe ka një arsye. Dhe ka një arsye. Arsyeja është lista. Arsyeja është që në Partinë Demokratike u rikthyen ata të cilët Shkodra i refuzoi. Mos harroni që në Tiranë është Josefina Topalli, që krijoi një parti dhe që mori vetëm 1000 vota në gjithë qarkun. Tani ti e rikthen pa ndonjë kontribut politik gjatë kësaj kohe dhe e fut në listën e hapur. Dhe leja është listës hapur Ilira Ali Mehmetin apo Tabaku. Domethënë kjo është skandaloze, po ti mos mendo që demokratët e qarqeve tjera nuk e kuptojnë të gjë. Tani kjo vlen për të analizuar ky importimi i emrave nga qarku në qark, nisur dhe nga fakti që gjatë fushatës elektorale kryeministri Rama e ka bërë edhe meme, në fakt, është tallur me të. I referohem këtu Luciano Boçit që ikën nga Elbasani dhe dërgohet në Shkodër si drejtues. Në sensin politik nuk ka një gjë të keqe. Pasi një nën kryetar partie mund të shkojë dhe të kandidojë në cilin do qark të Shqipërisë. Dhe Luciano është nga ato njerëz të cilët kanë kontribute të jashtëzakonshme edhe kanë vlera në politikë. Por problemi qëndron se po të kishin pyetur mua nuk do kisha mbështetur Luciano në Shkodër. Kjo për një arsye, se në politikë duhet të jesh edhe përfaqësues. Enver Hoxha që kishte hequr fet, kishte
retushuar të gjitha dogmat, sipas tij, kujdesej që kuadrot ishin përfaqësues. Tani nuk mund të qosh një ortodoks në Shkodër, ku atje shumica është muslimane dhe katolike. Dhe domethënë këto gjëra ndofta në sensin intelektual, politik, nuk duken probleme, por në popull atje, në terren, ndikon. Në këtë sens besoj edhe për Fierin. Çfarë mund? Dua edhe një pyetje të shkurtër këtu tek Shkodra. Lufta e madhe që bëhet gjithmonë ku në mes të dy forcave të nda hyn PSD-ja. Dhe rezultati i konsiderueshëm që merr aty. Po mirë, e kemi analizuar vazhdimisht PSD-n, pasi PSD-ja është një forcë politike përgjithsisht lokale, pavarësisht përpjekjeve të mëdha që bën tani për të marrë vota edhe në qarqe të ndryshme të vendit, e cila është formzuar mbi klientelizmin dhe mbi dogma të kohëve të vjetra, jo bajraktarizmi etj. Përgjithsisht është një parti që është zhvilluar dhe është rritur mbi bazën e financave. Ka një kryetar partie problematik që tashmë e di gjithë që është kontingjenti i non gratave në disa shtete të botës. Nuk mendoj që është një arsye për të marrë në konsiderat. Ajo sot është, nesër nuk është. Okay. Por që vlen për të diskutuar, votat që merr Partia Socialdemokrate janë votat majta. Dhe nëse bëjmë këtë analizë, Shkodrën e ka fituar majta sërish. Po, nëse ndjekim këtë, po, e vërtet. Shkojmë tek Fieri, një rezultat në kufitet pa besueshme se edhe për vetë socialistët në fakt. Objektivi i tyre ishte mandati i 10 dhe marrin të 12-in. Jo se Fieri përbën ndonjë surprizë në këtë drejtim sepse njihet që në mazhorancë janë votues majtas. Po Fieri ka pas disa elemente që kanë çuar në këtë rezultat. Së pari një herë është përzgjedhja e kandidatëve, që në Fier është skandaloze. Nuk e di a ka në Firak aty kandidat për deputet, nga PD. Po ka, duhet të ketë. Kush është? Po për shembull, në mos gaboj Ceno Klosi? Firak është. Them nga PD-ja. Mendova... Partia Demokratike, se ne po diskutojmë tani humbjen e Partisë Demokratike, jo fitoren e PS-s. Mendova se po analizonim fitoren është e logjikshme. Për te i pritshmërive të PS-s. Po për te i pritshmërive 2 deputet janë. Apo jo, 2 deputet për te i pritshmërive. Shumë janë. Se po s'ka ndodhur ndonjëherë. 10 ka marrë Gramozruçi në rastin më të mirë. Po pra, dhe ato nga që morën herën e kaluar 9, prisnin të rikuperonin të 10-in, morën 12. Po mos harro që Belinda është shumë e zonja në makineri elektorale. Tjetër, e ka dhënë këtë rezultat në gjitha qarqet. Pastaj ka edhe gjëra të tjera të cilët janë të lidhura me interesa financiare, pasi shumica e kandidatëve aty kanë qenë njerëz të fuqishëm etj që kanë. Është qarku i dytë më i madh në vend. Etj. Po Partia Demokratike shumë Atë po diskutoja. Partia Demokratike shumë poshtë. Rrezikon listën e mbyllur. Po patjetër. Me sa di unë është afër. Deri tani është afër ai i Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Po, ka dalë forcë 3 në Fier. Kështu që dhe fakti që Shqipëria bëhet del forcë 3 në Fier tregon që niveli i Partisë Demokratike është mizerabël. Pastaj Zëgjinia e mundi Gazbardhin. Patjetër që e mundi se këto e kanë mund Gazbardhin me kohë. Gazbardhin e ka mund Flamunoka me ka 2 vite, sa u bë.
Se po Politika në vetvete është konsekuencë. Po, bëse në fillim pati kritika të tipit shikoni me çfarë po përfaqësohet Partia Socialiste, nga që u bë shumë e komentuar kjo pjesa e videove të kandidates Zeqineja e famshme me gazbardhin, edhe u mor si një lloj përfaqësimi. Ato e kthyen në komedi. Dhe mënyra më e mirë për ta mundur gazbardhin, që është në fakt vlera më e madhe tek Partia Demokratike, flas si i ri, si intelektual, si njëri që mund pavarësisht konsekuencave që i ka ndryshuar. Dhe këto janë ndryshuar si rezultat i imponimit të Sali Berishës dhe të shpurës së tij. Pasi ata ose duhet dilnin nga politika, ose duhet të rrinin aty për të vazhduar karrierën e vet. Që të dilin nga politika i bie që të shkonte te Lulbasha, ju e shihni në çfarë niveli është partia e Lulbashës. Kështu që ata zgjodhen të nënshtrohen. A kanë bërë mirë, a kanë bërë keq, kjo është çështje që i përket të ardhmes. Por që ata, Ali Mehmeti, do të vim më vonë tek Ali Mehmeti. Tabaku, Gazbardi, janë një breziri që nëse këto do kishin drejtuar Partinë Demokratike sot, duke përfshirë në tjetër. Gjëra do ishin ndryshe. Gjërat do ishin ndryshe. Qëndrojmë pak tek Elbasani. Një rezultat optimal Partia Socialiste, Mazniku ishte drejtues aty. Si e... Dëgjoj, Elbasani ka edhe shumë denoncime nga opozita faktikisht që Elbasani ka qenë ndikuar vota. Elbasani ka vite që fiton në mënyrë të bindshme dhe ka vite që është akuzuar për ndikim të bandave kriminale etj. Si Elbasani, Durrësi, edhe në Tirana, po Durrësi e Elbasani janë